Në Partinë Demokratike po ndodh diçka e çuditshme. Në vend që gara e paralajmëruar për Bashkinë e Tiranës të shihet si një shans politik përballë pushtetit, ajo po shfaqet si një ballë që askush nuk e do mbi supe. Dy nga emrat më të votuar në listën e hapur të PD-s, Ilir Ali Mehmeti dhe Jorida Tabaku, e kanë refuzuar kandidimin. Ali Mehmeti me argumentin që nuk ka kohë për fushat, ndërsa Tabaku me një jo të prerë. Këto refuzime flasin më shumë se sa 1000 fjalë për gjendjen në cilën ndodhet sot opozita. Por pse nuk e merr përsipër askush nga opozita kandidimin për Bashkinë e Tiranës? Sepse në PD, karrikja e deputeti që është e fituar si rezultat i besnikërisë ndaj Berishës është e sigurt. Ndërkohë që të gjithë figurat politike që janë në këtë listë sigurie nuk përmbushin as kriteret më elementare për qenë përfaqësues të kërkesave dhe të interesave qytetare, sociale dhe politike që kërkon kryeqyteti. Një gjë e tillë e ka shndërruar PD-n në një parti ku figurat politike janë thellësisht të konsumuara, ndërsa ato më qytetare e më të moderuara nuk guxojnë të hyjnë në garë nga frika e kurtheve që mund t'u ngrejë vetë partia e tyre. Opozitës i mungon jo vetëm vizioni, por edhe guximi për shkak të klimës toksike që mbizetron brenda saj. Në ditët në vijim, nëse në Bashkinë e Tiranës do të mbahen zgjedhje për kryebashkiak, opozita edhe mund të gjejë ndonjë figurë për ta përfaqësuar, por hezitimi i deri tanishëm flet më shumë për gjendjen që mbizetron në radhët e saj, ku nuk ka as frymë, as shpresë, as besim. Sepse përndryshe, nuk do të tërhiqeshin të gjithë nga gara më e rëndësishme pas zgjedhjeve të përgjithshme, e cila do të ishte një mundësi e shkëlqyer për një karrierë të sigurt brenda partisë në të ardhmen.